Unë gjyshja kësa e kom njohë nga afër. Shumë halë, se kanë halë shqiptarë, nuk kanë halë qënë, unë kam halë të mëdha. Tipit, unë kam një nipe kam të shkurja të dheut. Motra ime nga unë mësit, mendore, komplet. Motra nuk merë pensioni suplementar që i takon, sepse ka unë mësit mendore, unë një përfoj më shumë. Edhe mu s'ma jabi ngarkim. Qa ka motra? Motra i kanë dy fëmijë. Njëni është dëshmor, edhe tjetri aksidentalisht. Motra rrinë fushkruj. Njëni djallë nga këto është dëshmorja dheut, Etman Zenel Shuka. A vra me 24 maj 2002. A është e vërëzet dëshmorëve. Motra i ka humë afsit komplet. A është rurë ke pesa 100 hera, 200 hera. Të që unë ne kërkojmë që shtetit vejdor, kja japi një tarfi tonë, një tarfi kush doj, vlajta, fëmive lezërta, kush ke qef që të morin që të shërbejnë, sepse motra edhe nuk shikon. Shikon rreth 20%. Të që ato gjinof, ajo non dëshmori, pensioni të takon suplementar. Dhe nuk e jep kush? Po nuk e japin të shikun, shkoj aty ke policia shtetit, se kemi ndorë. E ka ministria shtetit, ministria ka policia. Edhe kontinjë... Mos dosta këtot policisë janë duke marrë me balukun, se po zjen politika me balukun. Po mi mere me këtë dona to, po kam halin tim, baluku e ka punë dhe veta, u kam halin edhe baluku është pjesë e hallave tona, apo jo? Po, se po shkosh ke policia, se tjetë policia e regullt. Po tjetë policia e regullt, se unë nuk kom në gjë me policin, nuk ven shef krimesh, këtu, mas mali, tu, shef krimesh një sandist. Sandist më në, 100% sandist. Qatë problemi ka se është sandiste? Po këto më i blokojnë. Kush i blokon këto? Ku të angosh? Pa duke qenë sandist, aje nuk ka... Po ku ka fësit me... Ku ka fësit qëtë shef krimesh e? Aje mund tjetë djalim, aje mund tjetë shu i mirë. Por pratë punë nuk ashtë, të në vesh mua atje. Ajo është sandist. Të japë me përgjësin time. Në rrasë nuk është e vërtet, sandist nëse ka marru shkollën sigurimit shtetit tej, unë do arrestohem. Po shok të këtyne janë këto. A që zdo kush shkoj në punë e tia. Unë jam pensionistri me pension. Pse s'kërkoj pensionon? Pensionon e këtu i qëfere. Po arrestojnë balukun, janë duke u marrë me të, është shumë e zënë. Policia, spagu. Po balukun nuk ka përtikur. Baluk ja këtu. Sa arrestohet tua? Shteti e ka blebrin me qere. Shteti e ka me qere. Problemi e se në qere është vetë baluku, apo? Po do të heqim dhe do hiqet nga se ka ba. Unë nuk vere matë, nuk e di. Unë gjanë që se din. Ku di unë? Qa mendimi ke për balukun? Unë e një si punëtore, po ku di unë? Punëtore, është? Po, a ka mon leke, s'ka mon leke. Nuk hajë kush për qef. Po pëse po e thrasin ta spaku? Po të shi spaku thirë. E të si e thirë, policia thirë, shde kush të thirë. Mos do Rama po e dorëzon? Po akuzojnë këto pëdës, të shi, këto djath po akuzojnë. Akuzohen Velien, Igu. Po këto nuk shikon si janë prisha, usina fabrika i ka prisha në vete dhe qo se në kam ati. Ata se arrestoj? Pso vra i gjyhtari, pso vra? Aty nuk ka pas inxinjer. Aty do të ketë pas inxinjer topograf. Ku? Gjyhtari nuk jep tokë. Po piciri pëse arrestoj? Ku ka pagu taksa, që në gjohëm në rrjetë televizive, ka pagu taksa më Shkodër. Ku ka pas kodë zogut taksa? Ku ka pas hartë kodë zogut? Masin vend, edhe në Tiranë nuk ka pas, vetëm ato që ka bo Italia. Unë jam i profil të saj punej. Kur nuk ka pas hartë? As këtu, në Tiranë ka pas shumë pak. Në 26 ka filluar kadastra. Atje ku kom jetur unë, në 52, 52 janë bë hartat. Ato eksistoj, nuk ka hartat 26, 38, 39. A ke momenti kush ka mërë tokë 500, ose aty ka pas seti i ka fut një zero mrapa. Edhe ka po 500. Fajnë e ka i që vrau, apo fajnë e ka gjyqtari që vrau? Ai që vrau ka pas, nuk ka pas, ai ka pas të drejt me këthy mrapsh. Sepse aty nuk ka qenë letët sakta. Do t'jenë letë, aty do t'jetë inxinjeri topograf. Ku ka pas inxinjer topograf? Kura bëjnë hartë, kur kanë morë leket ato në Shkodër, se mu nuk hynë punë a i punë, ka qenë partije demokratike. Ajo ka qenë fuqia, ajo i ka bëjnë të punë. Ajo këtëri bashkisë Shkodër. Vjetin nga malësia më dhe atje, thot këm pas tokë, e kom majtë se
sa vra, ku ka vra. Shikos në atë, do vrash gjyqtarët, vrash ato. Shifrit kanë gjyqtarët. Aja më punë, aja ka këthim rapsh, shikot punë, shikot punë, shi punë të punë. Unë nuk di, unë nuk jam qytetar, unë nuk i them asë dash të notë, dash mos të notë, mu shumë ka bëgjan, asë kam bërti bëgjan, asë kam punë, asë me qytetarët. Mu qytetarët, kur dojnë me më thirë gjyqtarët, kur të kënë qef me më thirë, unë jam gati. Që të thrasin ata, po thrasin ballukun për ditë Si gjithë balluku, si të ketë bëhem dash balluku, më dash atë, unë gjyshën e këse e kom njohë nga afer. Ballukut. Po, kom njohë nga afer. Qa burri ka qenë? Po, balluku, unë e kom njohë se shkonte në Bogradec, ne ishim me tokë shoqërim të atëherës, me tokë shoqërim dhe ne ishim, apë në kom njohë, edhe babën e kësaj, edhe i kom njohë. Je nga familje e mirë? Po, familje lufte, ka qenë familje mirë, po nuk i di se që janë. Të shku di unë. Mos nështë është kjo shpreja nga ferra bin trëndafili, nga trëndafili del ferë? Po, edhe ajo nëth. Qa është balluku, ferra për trëndafili? Si pas asaj qa shef ti dhe eksperienca jetë, duke qenë se njef këtë familje? Unë njëherë kom takuar në Klos Borrelit, njëherë. Për motrën time kom takuar njëherë dhe më priti mirë, kaq. Njëherë kom takuar. A zgjidhi hall? Po, deri diku po jo, se nuk kishe mundësi, sa nuk vëran nga unë, sa... Aje po, po unë tha do më nëve. Që të bëjë? Respekte. Respekt ju gjithë mirët. Ishte kënaqësi. Kështu që dhe videon tjetër, po ta i kanali aty, i ketë gjitha videot e tua, mos e vret. I kam këtu, ha? I ketë te kanali Sheto. Edhe Lali Eri me kryeministin Rama ishin te varrezat e dëshmorëve të kombit me 5 maj. Edhe të nesërmë, do të thonë, erdhi Spaku dhe e mori të zyra. Do të thonë, zë thot gjë ajo bashkëpunimi, opinioni gjë, deri në sekondën e fundit, derisa Spaku, do të thonë, të arrit po të veprojë, do të thonë që të shfuqizoj nga çdo forcë politike që ke, do të thonë ti je aktiv. Deri në momentin e shkarkimit. I ka dhënë afat deri të premte. Po do të patur parasysh që më vjen keq për zonjën Balluku, pasi fillimisht e shikoja si një njerëz të sinqert, si një grua e motivuar, e devotshme. Pra ti nuk mendon se kjo ka bër vjedhje apo? Po vjedhje tani ju e pat me Alda Klosin, që ju gjetën 500.000 euro. Ajo pastrusja që shkonte e pastrove aty, e kush e di sa janë fshehur, do të thonë, ti korrupsioni, do të thonë, është diçka që të tërheqë, vetë ju, sot merr 5, nesër merr 10, pastaj se mësohet edhe se kontrollon më veten, Besoj Balluku s'bën pjesë te kjo. Po përderisa opozita thotë që 1 kilometër rrugë kushton më shumë në Shqipëri se sa në vendet e tjera të Ballkanit, do të thonë që kemi terren të vështirë në gjithë ato ura që duhen. Po mendoj që rrogat janë rritur, se vetë po këta e rritën rrogat. Po jemi me 300.000 lekë punon më ndërtim. Po është e vërtet, do të thonë që zonja Balluku si ministre, do të thonë, ka pasur peshën e saj në vendime dhe duhet patur parasysh që nëse analiza që do i bëhet asaj në detaje do bie ndesh me prononcimet e opozitës, atëherë dihet që zonja Balluku s'mund ta vazhdojë më këtë detyrë, por do t'jap dorëheqje me iniciativën e saj, dhe jo që t'i thotë qeveria Rama 4 që je e pushuar apo të zëvendësojmë. Pasi siç e pat edhe me ministrin e financave Arben Ahmetej, që vazhdoi të punonte deri në momentin që u largua dhe nuk u kthye më.